ndodhën. Si ke lishu? Pa jë, Adriana! E në 100 herë. Vetëm që do të shoh të vetëm. Përshëndetje, unë jam Elida Zylvari, kryeredaktore e Portalbit. Ky është emisioni jon i dytë i ciklit të debateve të cilat i zhvillojmë në bashkëpunim me TV Nova. Mysafiri jon i sonshëm është zotri Ziadin Sela, lider i lëvizjes për reforma PDSH. Zotri Sela, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve. Ju rikujtojmë që debati është i drejt për drejt, ndërsa mund pyetjet e juaja t'i parashtroni në fanpage-in tonë në Facebook. Zotri Sela ditëve të fundit ishte aktiv për çështjen e bashkimit të opozitës jashtëparlamentare shqiptare. Pikërisht dje u nënshkrua një marrëveshje mes LRPDSH-s, Unitetit dhe RDK-s. Në lidhje me këtë marrëveshje, ju lutem na shpjegoni në pika të shkurtëra cila ishte platforma të cilët ju u pajtuat që ta keni të përbashkët. Paka shumë ka qenë një njëjta platformë të cilën e kemi pas edhe kur e kemi bë aleancën për shqiptarët me Rilindjen Demokratike Kombëtare. Jemi marrë vesh në pika kryesore, thëmë për çfarë përcaktohemi ne si koalicion. Dhe këto pika janë ajo që vazhdimisht e kemi thënë, domethënë barabartësia të rëndësishme e shqiptarëve dhe maqedonësve në shtet, shteti binacional, ndarja e buxhetit me prerje lokale, që në kupton që diku përafërsisht rreth 50% të TVSH-s të ngel pushtetit lokal dhe vetëm 50% të shkoj pushtetit qendror, dhe kjo do të sillte zhvillim në masë të kënaqshme të infrastrukturës, por edhe zhvillimit ekonomik në për qytetet të gjithë ne nga vim dhe jo të koncentrohen gjithë parat tona këtu në Shkup, siç e vuajmë, domethënë dhe që është siç është rasti i Shkupit 2014, dhe aty s'ka asnjë dilemë që projekti është ndërtuar nga paratë e tovarëve, struganëve, dibramëve, kumanovarëve, dhe pastaj ne vuajmë edhe nevojat elementare të gjitha. Dhe janë edhe disa çështje tjera, të cilët janë detajisht në ndërkohë sot edhe nesër po punohet rreth platformës si platformë, si dokument, dhe rreth programit për t'i detajizuar dhe për t'i sqaruar para qytetarëve se çfarë nënkupton çdo pikë e platformës me cilën jemi marrëveshje. Domethënë keni një platformë. Ne jemi, po. Ne jemi për Maqedoni konsensuale dhe Aleanca për shqiptarët, domethënë dhe Parlamenti dhomsh, të cilën bëhet nëpërmjet komitetit, ndërmjet marrëdhënieve bashkësive etnike, i cili do të mbi ndërtohet, do të jepet drejta e votit dhe të riformatohet në mënyrë që të funksionojë si dhomë e lartë e parlamentit. Dhe vlerësojmë që ashtu siç dy popuj kryesorë që ndërtojnë paqen dhe stabilitetin këtu në Maqedoni, që janë maqedonësit dhe shqiptarët, këto dy popuj duhet të jenë bartës të sovranitetit të shtetit, duke respektuar edhe drejtat e pakicave tjera. Domethënë kjo është risia të cilën ju e ofroni, sepse deri më tani kemi dëgjuar ofertat e partive shqiptare kryesisht lidhen me do t'i mbrojmë drejtat e shqiptarëve. Mirë po, na duhet të dim cila është oferta konkrete dhe diçka e re nga juve të cilat ende nuk jeni në parlament. Kemi një pyetje e cila disa ditë kur e bënëm paralajmërimin u shfaq në Kumanov, në janar, ju në pyetjen e Portalbit, sepse nuk ka bashkëpunim me Unitetin, ju tha që nuk e bëni për çështje morale. Tash, ku shkoi morali, zotri Sela, nëse mund të pyesim ashtu? Unë nuk më kujtohet që unë për të thënë drejtën sot kam dëgjuar një lajm që qarkullon nëpër disa mediume opozitare, që një ditë thonë mos merremi me opozitën vetëm për të fshehë dështimet ose qëllimet e këshillit opozitar, dhe të nesërmen kur po të merremi me BDI-n, dhe të nesërmen kur ndodh diçka brenda opozitës, nisin godasin opozitën. Dhe unë nuk kujtohet të kem dhënë një deklaratë tillë, kemi pas debate mjaft në Kumanov dhe ishte 28 janar, ishte pyetja e Portalbit.
pikërisht u Nuk përgjigjet e di, gazetares? unë jam përgjigjur në të kohë për pse nuk ndodh koalicionimi me Besën, sepse kam thënë që koalicionimi nuk është vetëm debat dhe deklarata publike, për ato të cilët janë të interesuar për bërë koalicion, e bëjnë koalicion. Në periudhën që flisni, tani unë nuk mund të kthehem aq mbrapa, nuk e di Uniteti a kishte bërë kongresin e saj, apo jo. Dhe për mua, nuk e di a ka qenë në janar i bërë kongresi i Unitetit, atë mund ta verifikojnë edhe opinioni mund ta di. Dhe për mua subjekte politike serioze janë ato subjekte të cilët kanë kongres, sepse vetëm kur ke kongresin, atëherë stabilizon strukturat dhe je serios edhe para opinionit më gjerë qytetarëve, fillimisht jo serios para strukturave tua, antarësisë tënde të gjerë që ti bazon veprimin tënd politik në bazë të disa rregullave që quhet statut i partisë dhe që ti je serios para popullatës duke kaluar programin dhe platformën në kongres dhe je serios në premtimet që e popullatës. Kjo është minimumi i garancës që çdo subjekt politik duhet t'ia japë qytetarëve të vetë. Në qoftë se mund të kem përmend ndoshta në një fjalë moral, ndoshta ka pas të bëj edhe me këtë, po nuk e di në çfarë rrethanash, sepse kam pas gjithë ato zhvillime dhe nuk kam se si kthehem aq mbrapa në deklaratat të cilët besomeni fëmijët janë të shumta. Unë ndoshta nuk e di se çfarë raporte kanë gazetarët me liderët të tjerë, por mua më thrasin lirisë dhe më marrin për ditë deklaratat në telefonin tim personal. Apo dhe unë kurrë nuk e kam kthyer. Ndërsa subjekte të tjera që s'kanë kongres, me të vërtetë që shqiptarët duhet t'i vënë në pikpyetje. Tamam. Ju në takimin e dieshëm tha që ky koalicion nuk do të fitojë vetëm për të hyrë në qeveri pa u plotësuar kushtet që i kemi vendosur në platformë. Po si konkretisht, si do ta merrni atë garancë që vërtet kushtet e juaja do të plotësohen? E dim që Pala Maqedonase është e njohur për në shkrim marrëveshjes, mirë po mos zbatimin e tyre. Si do ta bëni këtë? Mirë, nuk është që e kam thënë dje. E kam thënë prej kur kam nisë dhe kam kërkuar edhe para se të nisë procesi i reformave brenda PDSH-s, edhe në kohën kur kam qenë antar i kryesisë qendrore të PDSH-s, edhe deputet i PDSH-s. Qëndrimet e mia kanë qenë të kundërta me lojrat politike dhe gënjeshtrat të cilën subjektet politike ua plasojnë shqiptarëve. Unë kam qenë kundër gënjeshtrës. Dhe jam akoma. Dhe dua që të jemi transparent përpara shqiptarëve, në mënyrë që t'ua japim rrugën se si do t'i çojmë, se në çfarë formë ne do t'i realizojmë ato premtime që i bëjmë. Dhe çdo herë kemi thënë që lëvizja për reforma PDSH, Aleanca për shqiptarët, e pasuruar edhe me Unitetin, nuk do të bëhet pjesë e qeverisjes derisa nuk bëhen fillimisht ndryshimet kushtetuese dhe ligjore të cilët janë të nevojshme dhe janë të para në platformën tonë politike. Me fjalë tjera, ne do të zhvillojmë debatin në parlament dhe ndryshimet kushtetuese dhe ligjore bëhen në parlament. Dhe kjo është garanca. Do thotë ne nuk themi që do shkruajmë marrëveshje dhe do hyjmë qeveri, sepse të tilla marrëveshje ndoshta edhe ka pas në të kaluarën, por themi, nuk hyjmë qeveri derisa nuk ndryshohet kushtetuta dhe ligjet të cilët i kemi të para në platformën tonë politike. Dhe kjo është garancë e mjaftueshme. Për juve. Si do ta arrim këtë? Ne kemi thënë po ashtu, që ne jemi të interesuar që të unifikojmë në qëndrime gjithë spektrin politik shqiptar mbi bazën e fituesit të zgjedhjeve. Nëse ne si koalicion dhe si aleancë do t'i fitojmë zgjedhjet, nuk do të hyjmë qeveri, po e përsëris edhe një herë. Po thirrja e parë për takim do t'ju bëhet liderëve politik dhe partive politike që do të kenë deputet në parlament, në mënyrë që ne kemi shumë gjëra të përbashkëta për çfarë duhet të diskutojmë dhe le të jenë këto ndryshime kushtetuese dhe ligjore, jo rezultat vetëm i Zjadin Selës ose Gzim Ostrenit ose Vesel Mehmetit, por të gjithë liderëve dhe gjithë politikbërjes shqiptare këtu në Maqedoni. Ne na duhen ura komunikimi dhe këto duhet të jenë publike dhe në sy qytetarëve dhe jo të fshehura siç kanë funksionuar deri tani dhe në dëm të shqiptarëve. Pa të desha të dalë nëse ju thirrni publikisht dhe ju thoni që nuk do të hyni në qeveri, okej. Mirë, po ka ndonjë parti e cila ndoshta do ta merr këtë vend, mos ndodh prapë 2006. A keni ndonjë strategji për këtë? Nëse nuk ka pse të kemi strategji. Ato të hynë këtë formë
në ndonjë qeverisje. Na ka ndodhur, këtë e dim. Po nuk ishte ndodh precedenti. Ndodhi dhe s'duhet ndodh më. Është krijuar një precedent. Dhe precedenti i krijuar në 2008, po them, nga 2006-2008, është dhe ky precedent është që fituesi të hyjë në qeveri, është një armë e fortë politike në duart subjekteve politike shqiptare që të arrijnë qëllimet e tyre. Sepse po ky precedent, po them precedent se nuk është i shndruar në ligj, apo ky precedent nënkupton që ti edhe syn qeveri pas një kusht dhe zguxon kërkush tjetër ty në qeveri. Në mënyrë që se në fundit, se shumë është debatuar në këtë kohë, ta kthejmë demokracinë thueshte te revolucioni Laraman, ose nga eksponentë të LSDM-s, ose nga eksponentë të tjerë. Po ç'është demokracia në esencë? Nuk është demokratike që qytetari vetëm të zgjedh një deputet i lirë, në formën më të lirë të mundshme, apo? Por demokracia në esencë është që ky deputet që zgjidhet në emër të 5-6 premtimeve ti përfaqësoj këto qytetarë aty në parlament. Dhe çfarë demokracie kemi pas një shqiptarët nga 25 vite, kur subjektet tona politike marrin vot në emër të gjuhës, punësimeve, zhvillimit ekonomik zonës shqiptare, dhe sa po bëhen të nesër në pjesë e qeverisë, realizojnë platformën dhe idenë të VMRO dhe PMNS ose të LSDM-s. Ne jemi të interesuar për të thënë stop më kësaj forme të qeverisës. Dhe zëshëm e kemi thënë, çdo herë, prej kur kemi dalë në skenë politike, të vetëdijshëm që ndoshta kanë një pjesë të qytetarëve të cilët veprimin politik e shohin vetëm si, do fitohe sela dhe do mfusen punë. Edhe me çmimin që ne mund të humbim për krahës, ne duam të jemi serioz dhe të mos mashtrojmë opinionin. Dhe unë nuk e di dhe e vrej mund të jetë edhe tendencioze, në shumë debate që e bëjnë analizë dhe gazetarë, e vinë pyetje dy gjëra. Një, thonë subjektet e reja s'kan platformë, s'është e vërtet. Në platformën e kemi të votuar në të 2 kuvendet qendrore dhe e keni në faqen zyrtare të Lëvizjes për Reformë, reformapdsh.com, dhe atje mund ta shihni platformën e Aleancës për Shqiptarët. Ashtu siç tani programin e kemi gati dhe do kenë të detajuar gjithçka. Dhe unë nuk besoj që to janë të informuar. Pastaj, po. Dhe unë nuk besoj se nuk janë të pa informuar. Ashtu siç thon cilët janë garancat. Këtë që po e them deri tani është garanca. Sepse gjithë ne, çfarë lloj garance doni ju që unë t'ua jap? Unë të nuk e kuptoj. Unë e kuptoj, jo, ju e dini që politikanët me emër mbi emër Ali Ahmeti kanë mashtruar shqiptarët nga 14 vite dhe s'kanë mbajtur asnjë premtim. Dhe Ali Ahmeti duhet shkojnë në shtëpi. Ashtu siç dini politikanin Mendu Thaçi, i cili nga po 14 vite është kënaq me pozicionin të qenurit të dyti. Zjadin Selën se keni provuar. Dhe prandaj nuk ka të drejtë kërkush që të paragjykoj. Ne ju themi, kjo është garanca jonë. Dhe garanca jonë dhe nuk mund të ketë garancë tjetër. Domethënë të gjithë që e çojnë deri në absurd këtë çështje. Unë e kuptoj që mund të jenë pjesëtar subjekteve tjera politike, nën hije t'ju ndihmojnë për ta komplikuar, për ta bë haos në mënyrë që qytetarët thonë ato gjëra, ato të zakonshme që e thonë. Të gjithë janë njësoj dhe për inerci, hajt po jap votën atij që kam dhënë çdo herë. Këtu bëhet gabimi më i madh. E dim që pushteti i ndryshon personat, prandaj ekziston kjo pyetje te secili votues, sepse e dim çfarë thuhet para dhe çfarë plotësohet pastaj. Un kam pushtet. Le të supozojmë se un jam kryetar komune. Dhe un ata që i kam thënë në fushat, un po i realizoj për ditë në struk. Dhe në qoftë se do të ishte politik bërja vetëm për të pas pushtet dhe për qenë funksionar, s'kisha nevojë as pak të hyj kësaj rruge. Rruga të cilës i kemi hyrë është që ne jemi të interesuar për të bërë punë dhe jo të flasim. Mjaft kam fol, për mua duket shumë, 2 vite, pa u bë 2 vite në parlament, si deputet, dhe mendoj që s'është as pak serioze që përsëri dalë të flas dhe ta llogaris veten që ne mbrojmë çështjen kombëtare në Maqedoni dhe asgjë mos bësh që të fitosh zgjedhësh që të bësh diçka konkrete për çështjen shqiptare këtu në Maqedoni. Ne jemi të interesuar për këtë dytë, për të bërë çështje konkrete për shqiptarët në Maqedoni. Po mirë, këto çështje, le ta marrim se Pala Maqedonase do të fitojë 63 deputet. Tash është
do ta fitoj shumicën. Si nëse ju jeni në parlament, si do ta luftoni çështjen e mbivotimit, sepse e dim që arsyetimi i shqiptarëve është ne jemi kaq, por nuk mund të bëjmë më shumë. Se Lida, kush mund mbaj me zor brenda sistemit që dikush me dhunë imponon? Asnjë. Me zor nuk mund t'japish asgjë. Me zor vetëm mund marrish. Ne as pak nuk na shqetëson që dikush nga subjektet politike do t'i ketë edhe 70 deputet. Maqedonës. Ne na intereson që të kemi një vot më tepër, unë fola pak më herë. Që të marrim një legjitimitet brenda kampusit politik shqiptar. Dhe kur ne do t'i ulim në tryezë, do t'i bëjmë bashkë gjithë partitë politike në emër të disa parimeve, jo t'i bashkojmë dhe t'i prishim partitë politike. Unë mendoj që duhet ketë garë demokratike. Por në disa qëndrime, ne ashtu gjithë themi që ta bëjmë gjuhën shqipe zyrtare. Pra hajt një ditë mbasgjedhjeve tulemi në tavolinë dhe ta bëjmë, dhe të ngulim këmbë dhe asnjë mos hyjë në qeveri derisa të bëhet. Por ju thoni në qoftë se s'pranon pala Maqedonës. Para punës ka qenë gabim këto 20 e ca vite që ne kemi kërkuar nga dikush që të na jap drejtë. Drejtat nuk jepin, merren. Kur t'i japin, edhe t'i marrin. Ne mendojmë që drejtat merren si? Po duke bërë një krizë politike. Po duke bojkotu sistemin. Kërkush nuk na ndal që të mos i paguajmë tatimet. Kërkush nuk na ndal për shembull. Imagjinoni ç'do ndodhte vetëm në qoftë se 1 vjet ose 2 vite mërgjimtarët nuk do vinë dhe të sjellin para këtu në Maqedoni. Çfarë ndodh me Maqedoninë? Tani më që borxhi publik është miliarda euro. Ne jemi të interesuar ta bëjmë këtë. Kjo është plani rezerv në qoftë se s'merremi vesh. Sepse besojmë që është e turpshme që ne të kërkojmë nga rreth e rrotull që dikush na ndihmojë të realizojmë të drejtat dhe harrojmë që ne jemi mbi 1/3 e popullatës tonë në Maqedoni. Ne nuk jemi si numër sa janë shqiptarët në Preshevë që me të vërtet duhet një trajt test nga Shqipëria dhe nga Kosova. Ne jemi mbi 1/3 e popullatës dhe jemi një forcë e vërtet dhe këtë forcë vërtet ne jemi të interesuar ta shfrytëzojmë për stabilizu vendin. Po jo duke lejuar që të ndodhë ajo që ka ndodhur 25 vite me radhë, që stabiliteti i Maqedonisë të mbrohet duke duruar në kurrizin e tyre shqiptar çfarë do lloj padrejtësie. Prandaj ka ardhur momenti të themi stop. Do të keni një strategji të qartë që nëse ndodh kjo do ta bëjmë këtë, nëse ndodh kjo do ta bëjmë këtë, sepse ne këtë strategji e themi publikisht pa pas asnjë hamendje, por ajo që duhet të dinë, ne duam që qytetarët na votojnë mbi bazën e platformës dhe programit. Dhe prandaj unë në çdo të bashkëpunim opozitar që ka nis, në çdo subjekt politik, edhe në Prishtinë kur jemi takuar, aty janë ofruar 3 gjëra që duhet diskutojmë, listat përbashkëta, platforme përbashkët dhe koordinim aktivitetesh. Unë kam futur pikën e 4 që është mos hyrje në qeveri derisa në rast se fitojmë, derisa të implementohen, të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe të ligjeve të cilët do të jenë të parapara në platformë. Dhe ky ka qenë i vetmi kusht që unë kam vendosur për bashkëpunim opozitar, sepse nuk jam as pak i interesuar, unë dhe Lëvizja për Reforma PDSH, që të plotësojmë shprastirat të cilët do t'i krijoheshin eventualisht LSDM-s ose VMRO-s, por jemi të interesuar që të plotësojmë shprastirat dhe nevojat të cilët i ka populli shqiptar. A ju ka thirrur ndonjë parti maqedonase, LSDM-ja, VMRO-ja, ndonjë takim për të flisni për koalicion eventual apo për ndihmë bashkëpunim? Keni pasur takimet? Hapur. Apo. Dakor. Unë kështu para pëlqej të flas çdo herë. Po hapur, mbyllur, domethënë ka një periudhë. Jemi për transparencë. Unë jam për transparencë dhe edhe nëse ka pasur një takim me LSDM-n që ka qenë publik me zotin Zoran Zaev, unë kam insistuar që ky takim të jetë publik. Sepse vlerësoj që duhet me qenë korrekt njërë me vetveten dhe me ato të cilët pretendojmë t'i përfaqësojmë. Takime jashtë syve të gazetarëve, Zjadin Selës i takon sot në këtë moment që flasim, nga dje i takon që të bëjë me Vesel Mehmetin dhe Gzim Ustrin. Sepse veç më kemi shpall një koalicion. Me gjithë të tjerët, në cilët s'kemi shpall koalicion, në qoftë se do të ketë tentativa të tilla, do të jenë në vende publike dhe në sy të gazetarëve. Dhe çfarë biseduat me zotrin Zaev? Janë deklarata shumë publike të cilët ne kemi dhënë pres para
gazetarëve atërës, dhe me tjera subjekte nuk ka pas kontakte, dhe prej fillim zoti Zaefi është bërë me dije kjo, që ne jemi të interesuar që flasim për tema reale. Nuk janë problemet në Maqedoni qytetare, por problemet në Maqedoni janë etnike. Dhe ne mund të ulemi dhe të flasim për shtetin binacional, jo të flasim po ta bëjmë. Ne nuk lëshojmë pe nga gjua shqipe zyrtare në të gjithë shtetin, dhe ne jemi të interesuar për ndarje të buxhetit me prerje lokale. Gjithto, a janë një formë federalizimi? A mendoni se Maqedonia mund ka kapacitet të Elida, federalizim? a mendon që Maqedonia funksionon si federat? Po e kthejnë pyetje. A është federat Maqedonia? Zotëri Sela, pyetjet janë për ju. ja po Domethënë ju përgjigjem. neve Ja na po duhet, përgjigjem. na duhet Vetëm kapacitetin e shtetit. Kuptoj. Vetëm qofse e kalon vardarin prej qendrës Shkupit dhe e shef që Maqedonia funksionon si federat. Sepse këtu ke qindra miliona dhe miliarda euro, me shkolla, me qerë dhe me infrastrukturë të rregulluar, dhe pastaj sa po kalon 200 metra ose 100 metra në linjë ajrore, shef që s'ka kanalizim, s'ka rrugë, s'ka sa herë që bien shi për mbytën lagjet e shqiptarëve të gjithë. Federalizmi unë kështu e shoh. Nëse merr për shembull që edhe në fatkeqësi Stajkovsi ishte full, unë kam shku të nesërmen mbasi ndodhen për mbytjen. Me ndihmë ujë gjithçka, ndërsa Asambegu kishte plot shqiptarë të cilët unë shfrytëzoj rastin të i përshëndes, të cilën mbanin nga dyshyshe ujë, kishin ardhur prej tetove, prej gjithandej dhe çonin në shtëpia ujë për pije. Edhe në fatkeqësi ndahet Stajkovsi nga Asambegu, ose asfaltimi i rrugëve atje dhe infrastruktura këtu që nuk bëhet, ose pagesat e parave që u bëhen Maqedonasve nga 5.000 euro, ndërsa shqiptarëve u jepet në 500 euro ose 1.000 euro. Ky është federalizmi për mua. Dhe federalizmi deri tani që funksionon është kështu. Ka një Maqedoni perëndimore, të cilës i merren tatimet dhe eksploatohen, dhe një qendër Shkupi dhe qytete me shumicë maqedonase, të cilët janë padronët që shfrytëzojnë tatimet e veta për tatimet tona për të jetuar më mirë jetën e tyre. Domethënë ju nuk besoni në bashkëjetesë, Unë besoj në vjen një bashkëjetesë. frymë re, atëherë nuk do ta çojë shtetin në multietnicitet apo Cili është multietniciteti? Se kuptoj. që do të nuk Cili është multietniciteti? domethënë që do të kenë nuk do të jetë bazë Që federalizimi. ne duhet barazojmë 1%, ku di unë, nuk e them për ofendim, Sërb me 30% shqiptar, në ndërkohë që vetëm 4% Sërb në Kosovë kanë 400 herë më tepër të drejta se 30% shqiptar këtu në Maqedoni. Nuk ka multietnicitet dhe Maqedonia është jo stabile sepse rregullimi kushtetues i saj nuk reflekton realitetin etnik që ka Maqedonia. Realitetin etnik i Maqedonisë është kjo. Ka dy popull të cilët e ndërtojnë paqen dhe stabilitetin dhe prosperitetin e këtij shteti. Dhe këto dy popull janë shqiptarët dhe maqedonasit. Ashtu si këto dy popull mundën edhe ta destabilizojnë Maqedoninë. Apo? Po. Tani, a jemi ne të interesuar që të mos vëmë kufi shtetit në mënyrë që, ku di unë, mos kemi federalizëm? Po këta kemi dëshmuar që 25 vite. Dhe përsërim, platformën tonë e themi, jemi për shtet binacional dhe demokraci konsensuale që hyn ke kategoria e federalizmit jo territorial. Vendimmarrja të jetë me konsensus nëpërmjet dhomës lartë dhe dhomës ulët të parlamentit. Por, ju thoni, sepse unë shpesh përballem me pyetje të tilla. Për shembull, në momentin që unë përmend termin federalizëm, bëhet gjithë ajo buj dhe pyetja që drejtohet është po pse e përmendi këtë term se maqedonasve u avret veshin. Lutem. Ne na vrasin syt lot të fëmijëve tanë në lagjen e trimave. Ne na vrasin syt tymi dhe flakët që i dalin shtëpive tona ndej. Domethënë, ne jemi për ndërtuar shtet përbashkët, por këtë se bëjmë dot ne me zor. Sepse shi sa mirë thues pranojnë nacionaliste, zotëri Sela, nëse mund të shifen në drejtim, sepse jemi mësuar me të njëjtë na duajnë kaq deputet do ta bëjmë shtetin tonin apo nuk na duhet gjua shqipe. Kjo është nacionalizëm. Çdo vend. Kjo është segregim dhe është racizëm. Të kërkosh ti 63 deputet. Kjo është ekstrem. Që ti shtypish 30% të popullatës,
Kjo është tema që duhet kërkuar vëmendje dhe jo federalizmi të cilën e përmend zgjedhjen Sela. Sepse ne nuk kërkojmë asgjë që t'u marrim Maqedonëve, po jemi i gatshëm t'japim nga vetja çfarë? Mund dhe punë, të flasim me shqiptarët që ka ardhur koha që ne të realizojmë të drejtën e përdorimit gjuhës shqipe në të gjitha nivelet. Ka ardhur koha që ne të decentralizojmë realisht pushtetin lokal dhe tatimet të menaxhohen aty në Tetov. Në mënyrë që dhe kjo shqipe në kushtetut, domethënë është caktuar se duhet të flitet shqip. Ne kemi pa raste kur vetë gjykatat, ju lutem, është gabim. Ja po flasim vetë gjykata nuk e respektojnë gjuhën shqipe, vetë ministrit nuk e respektojnë gjuhën shqipe. Si do të i detyroni ministrit shqiptare të respektojnë gjuhën shqipe? Nuk është kështu. Unë nuk e di, unë s'detyroj askënd që të bëhet shqiptar. Ke tema e nacionalizmit e parapunës. Shqiptarët, asnjë shqiptar s'është nacionalist. Çfarë nacionalisti që ka elita, ndërkohë që hecën rrugët e Tetovës, që kanë lloj-lloj emri dhe vetëm emër shqip s'kan. Çfarë lloj nacionalisti që ka Zjadini, ku shkollat të Strugës, mbi 90% dhe 100% nxënësit janë shqiptar dhe emrat i mbajnë me emra slav. Nacionalizmi është nga ana tjetër. Ne s'jemi askund. Dhe duhet me i pranu këtë gjëra. Kushtetuta, a e lejon përdorimin e gjuhës shqipe në ministri? Nuk e lejon, sepse në 2008 ka votuar një ligj BDI-a, e cila pastaj për të arsyetuar para opinionit thot po kemi dallime sepse ligji e sankcionon edhe thirrën kushtetut. Po kush e votoi atë ligj? Nëse Nikola Gruevski një herë, Ali Ahmeti 2 herë. Sa ai ligj kalon me shumicë të dyfisht, me parim Badenteri dhe tjetra. Definicionin kushtetut për gjuhën shqipe është ofenduese elita. Gjuha të cilën e flasin mbi 20% e popullatës dhe që është e ndryshme nga gjuha maqedonase. Unë nuk mund të pranoj këtë definicion për gjuhën shqipe e para. Sepse me këtë definicion, kjo i bjen që shteti duhet bëjë çmos, që po bën, që shqiptarët bien poshtë 20% dhe të humbin drejtën e përdorimit gjuhës shqipe. Ky definicion është morbid, stimulon qarqe të caktuara slavo-maqedone, që të bëjnë çmos me politika ekonomike dhe gjithçka, edhe të sigurisë që shqiptarët shpërngulen dhe të bien poshtë 20%. E para, e dyta. Këtë definicion e kam përmend disa herë. E gjen në 1920 për gjuhën shqipe. Në kohën kur varrezat masive dhe vrasjet ishin publike. Në kohën kur mbet 500.000 shqiptarë u vranë nga slavët. Dhe impresion dhe në kohën kur lejohej të mësohet në çdo gjuhë, vetëm gjuhë shqipe jo. Sepse këtu ishte qëllimi i politikave asimiluese që sot e kësaj dite funksionojnë dhe janë reale dhe vatra e fundit e këtyre politikave asimiluese ka ngel mbas Greqisë dhe Serbisë Maqedoni. Keni sigurt për këtë? Qartë, po. Dhe definicioni për gjuhën shqipe atëherë ka qenë kështu. Në ato vende ku ka një përqindje të konsiderueshme të popullatës që flet gjuhë të ndryshme nga serbishtja, mund mësohet edhe në atë gjuhë. Sot jetojmë në një shekull tjetër. Sot jetojmë në erën e respektimit të drejtave dhe lirive të njerëzit dhe nuk mundet unë të pranoj si shqiptar një definicion të tillë. Imagjinoni çfarë ndodh. Sa herë përmendet në bisedime me maqedonasit, me grekët, maqedonasit thonë, po e bëm emrin Maqedonia Veriore, si do quhet gjuha Maqedono Veriore, po si na quheni gjuhën tonë më zotëri. Mirë që përmendet këtë çështje, kisha edhe një pyetje në lidhje me këtë. Ju thatë në platformën tuaj që prezantua dje, tha që eurointegrimet do të jenë prioritet. Okej? Si do ta detyroni palën maqedonase që të arrijë kompromis për çështjen e emrit me grekët? Nuk flas vetëm për emrin, është paketë. Mirë po si deri më tani e kemi pa fuqinë e partisë në pushtet, e cila çdo herë liheshte pjesa e kompromisit tek pala maqedonase. Cila strategjia juaj për këtë? Sepse e dim se çështja e emrit do t'i hap gjitha dyert e eurointegrimeve. E para, eurointegrimet, antarësimi NATO nuk është vetëm çështja e emrit. Sot ajo që vlente për Maqedoninë dikur, që vetëm po e ndryshoi çështjen e emrit, do të bëhet antare e NATO, sot nuk vlen. Sepse NATO-ja mbi të gjitha është respektim ligji, institucione të papolitizuara, respektim i shtetit ligjor dhe të drejtë të barabartë për gjithë qytetarët para organeve të hetuesisë, gjyqësisë dhe gjithçka. Me këtë krizë politike, jo, nuk e zëm.
I bëni brenda 2 viteve. Ne në njëjtën kohë prokurorinë speciale mendojmë që ta fusim kategori kushtetuese. Në mënyrë që kërkush mos ketë drejtën që të luajë nesër me prokurorinë speciale në bazë nevojave politike siç po bëjnë sot. Që po i lejnë para dyrëve të institucioneve shtetit të presin nga 24 orë. Për çfarë? Për të marrë kriminalët dhe për t'i venduar para organeve të hetuesisë aty ku e kanë vendin. Dhe ne jemi shumë të interesuar që t'japim ndihmën tonë në këtë drejtim, duke e futur në kushtetut këtë. Prandaj NATO-ja është standardi mbi gjithë. Okej. Dhe çështja e emrit, ne gabime kemi lënë që për këtë çështje të vendosin Maqedonasit. Ashtu siç gabim me komisionin ad hoc nga 4 parti politike, se është e njëjta logjik. Për mediat? Për mediat, apo? Dolën këto shqiptarë dhe thanë ne s'kemi probleme dhe të vendosin prej 4 partive politike, 2 maqedone, 2 shqiptare në Tryezë, dol që komisioni ad hoc do t'i ketë 4 maqedonas dhe 1 shqiptar. Kjo është e ulët, kjo është ofenduese dhe këtu cila është simbolika? Do thonë ti si e i gatshun që të ndash hisen me të barabartë. Apo? Dhe këtu është edhe kjo çështje. Ne nuk do t'u alejmë dorë maqedonasve vetëm çështjen e emrit, duke pas parasysh që ne duhet... Është me ndjeshme për palën Maqedonase. Po pse duhet merremi me këtë? Çështje e cila është, po duhet sepse është pengesa kryesore për antarësim në BE dhe në NATO. Mjaft jemi marr. I kemi lexuar raportet e Bashkimit Evropian. E dim që çfarë ndodh. Në 10 orë votohet me veto të fshehur, Greqia voton sa herë kundër. Dhe kjo është këtë dim ne, dhe kush është problemi? Çështja e emrit. Okej, si do zgjidhet pala Maqedonase çdo herë. Thot që jo, nuk e di çfarë. Si LSDM-ja, si VMR-ja. Mirë, po këtu duhet pjesa shqiptare, fuqia e saj, sepse jo çdo herë do t'i gjejmë arsyet time tek ata është çështje e tyre. S'është çështje e tyre. Unë them, insistoj që s'është, po pres që ta mbarosh. Strategjia konkrete. Kjo na intereson. Strategjia konkrete ka të bëjë me atë që përmenda më herët. Ashtu siç vën kushte për barabartësinë, për gjuhën, për ndarjen e buxhetit me prerje lokale, për gjithë programin dhe projektin që do na votojnë shqiptarët, ashtu një ndër kushtet është edhe kjo. Ne prandaj themi, nuk hyen qeveri dhe të premtosh pastaj ku diun prioritetet nga i pesti e bëra të parin, këtë të parin do e lej që mbas 3 muajsh do e bëj NATO-n, kështu tha Ali Ahmeti, mbas 2014-s. Dhe sot jemi ku diun në zgjedhje të tjera dhe kjo çështje nuk është zgjedhur akoma. E di pse insistoj dhe cila është problem për mua personal. Ne shumë merremi me sentimentet e një populli i cili as pak s'don t'ja di për të drejtën tonë themelore. Shive si themi ne, po s'pranojnë Maqedonasit. Si thash më herët, po s'duan dëgjojnë Maqedonasit. Në fund fundit, ne nuk do lejojmë Maqedonasit, në qoftë se duan ata t'jenë bashkë me ne. Nuk do lejojmë ata që Maqedoninë ta orientojnë në ndonjë blok tjetër. Sepse shqiptarët mjaft kanë parë ndarje, historikisht, dhe nuk duhet lejojmë ne që të ndodhë përsëri ndarje. Duke mos i dhënë pushtet dhe forcë që ai ta devijoj procesin. Lagja e trimave në Kumanov nuk do të ndodhte, në qoftë se pas përgjimeve të para ku shqiptarët quhen indian, ku shqiptarët ofendohen Ali Ahmeti dilte për qeveri. Sepse s'do të kishin pushtetin për të bërë diçka të tillë. Do të vetëdijsohen për rëndësinë, do të vetëdijsohen për rëndësinë që ka stabiliteti politik, antarësimi NATO, se në fundit çfarë bën NATO? Ruan, të parën e ka, ruan tërësinë territoriale të një shteti. Kush duhet më tepër ta ruajë tërësinë territoriale të një shteti? Ne nuk jemi këtu se kemi dashur të jemi në këto kufi. Kjo është historia të paktën që unë e di. Apo. Ne nuk themi që do prishim këto kufi. Por ditë këto kufi po i prishin ato të cilët na kanë imponuar dikur. Dhe do të bëjmë destabilizim. Po që s'është e nevojshme për nevojën, jo, s'është luftë. Nuk është destabilizimi luftë. Nuk është destabilizimi. Ky është problemi. Unë thash, do bësh... Okej, ja qartësoni çfarë do të thotë destabilizimi që do ta krijojmë nëse nuk hym në NATO. Krizë politike në NATO, s'kuptova. Nëse nuk integrohemi, nëse nuk plotësojmë kushte, jo, vetëm për NATO. Flas në tërësi, për të gjitha kushtet të cilat juve. Në tërësi, po kushtet të cilat ne do të juve po, qartë.
Do kemi destabilizim. Çfarë do të thotë kjo? Nuk është, pse thuhet destabilizim. Ne do dalim prej sistemit. Do t'i mbledhim deputetët shqiptarë dhe do ta bëjmë një parlament ton. Dhe do nisim të ndërtojmë institucionet tonë. Dhe do ndërtojmë federalizm. Do të ndahemi. Po pse s'ke që ka? Kur s'na duhen? Pse duhet rrim me zorë aty? Dhe mendoni se kjo do të funksionojë? Pse jo? Në qoftë se subjekti politik që bëri Iliride ndikur do të insistonte taj referendum dhe nuk do të rrinte në qeveri, atje ku ishte, sot Ilirida do të ishte realitet. Ne themi, jemi për shtet binacional, por ka ardhur koha që ti ndajmë punët. Në qoftë se duhet ta ndërtojmë këtë shtet bashk, duhet të respektojmë njëri tjetrin dhe të merrem me vesh si do e ndërtojmë. Si do ndërtojmë? Po. Çfarë do bëjmë shesheve tona? Si do të ndajmë buxhetin? A do ta respektojmë njëri tjetrin? Imagjinoni, LSDM-ja kur fol për gjuhën shqipe, fol për nevojën që maqedonasit kanë për ta mësuar gjuhën shqipe. Unë as pak s'më intereson a din, as din, do të kisha dashur dikush që ta di gjuhën që e flas unë, që ma ka mësu, ku di unë prindim. Por, ne kur themi për gjuhë shqipe, flasim për gjuhë shqipe të barabartë në dokumente personale, në institucionet e shtetit, dhe ka shembull, ja ku është Kosovë. Po, qartë. Apo? A maqedonasit a e din gjuhën shqipe apo jo, do u duhet, edhe në qoftë se na duan për miq, edhe në qoftë se na duan për armiq. Do të rikthejmë në çështjen e bashkëpunimit të opozitës shqiptare. Ju dje e pat e kishit një pjesë të opozitës jashtë parlamentare. Prit se këtu kanë thënë sa opozitarë që më sulmojnë vazhdimisht mua që mos merremi me këtë ta sulmojnë BDI-n, dhe pastaj vazhdojnë sulmojnë. Urdhoni se shaka. Okej. E dim që nuk keni bashkëpunim me Lëvizjen Besa. Mirë po, ajo që komentohet është se kjo ndodh për sedra personale, për inate. Është gabim. Kapen, themi, për mëthire të thira. Ja. Na sqaroni çfarë vërtet ndodh, edhe nëse keni inate personale, pse janë? Nuk kam inate. Ose me liderin e një pjese të RDK-s, nuk e dim edhe ne. S'kam inate. Çfarë është? Cili është problemi? Po ja po u sqaroj. Flasim për bashkim, mirë po flasim. Unë nuk kam pas inate personale me asnjë dhe prandaj kam qenë i hapur për t'ju përgjigj çdo thirrje. Deri në momentin që nuk nis bësh lojra që ta minosh procesin. Unë nuk kam kundër gjë Fadil Zendelit, as pak. Piles, një ditë përpara se sa shkoj të takohet me Lëvizjen Besa, unë kam bërë një takim ku i kam kërkuar që bashkohem, gjej forma që të bashkoj Vesel Mehmetin dhe Fadil Zendelit. Tani ngelet në ai të sqaroj se pse i ka bërë të gjëra. Do thënë realisht, nuk është që ne kemi dash dhe duam që të kemi bashkëpunim me Lëvizjen Besa. Lëvizja Besa nuk ka dashur prej fillim një gjë e tillë ndodh. Dhe vazhdimisht e ka minuar këtë proces nëpërmjet truqeve të vogla të cilën vetëm ato din t'i bëjnë. E fundit, po doni të kemi, kur unë t'u numëroj të gjithëve që janë kyçur dhe që përgjigja im ka qenë po, urdhoni bëjeni ju dhe më thirrni në takim. Me radhë, dhe janë me dhjetra, të cilët mund t'i përmend edhe me emra, të cilët tani kur ju themi merrni përgjegjësi, me që ke ardhur dhe ke fol me Zjadinin dhe ke thonë ai e gatshëm për bashkëpunim opozitar dhe unë kur them po, sot dalin dhe përsëri faji është i ngratë. Ja, po s'na intereson që ta hapim këtë temë. Jo, publiku duhet ta di. Kush është përgjegjës për këtë çështje? Të fundit, ja po e them. Me iniciativë të unitetit, unë du të flas të vërtetën, sepse u më ushteruan më energjit që do të ketë një bashkëpunim opozitar mbasi pat një tendencë për të më sulmuar në protestat e 9 majit. Kur se kam pranuar atë? Se jam sulmuar sepse nuk doja që bëhet kjo gjë e madhe. Nuk më janë afruar. Kush ju sulmoi? Nuk e di, duhet t'i pyetni organizatorët që më kanë marrë nga mesi i turmës. Hajde kryetarët se thirrin thjesht mballë protestës dhe pastaj sa po shkoj atje nisën shtyhen me njëri tjetrin, ato që pash ishin aktivistë e Lëvizjes Besa, Zeka, të këshillit opozitare gjithë. Ata ju shtynën? Dgjoj, te unë nuk kanë guxuar të afrohen realisht. Po që pa tentativë dhe pastaj edhe kamera që ta filmojnë këtë, për të duk sikur unë jam i padëshirueshëm, pat. Dhe kjo është pabesim. Apo. Dhe prej atij momenti, se pak rëndësi ka, prej atij momenti unë e kam lënë dhe nuk kam menduar që do ndodhë bashkëpunimi opozitar. Dhe kisha qartë të gjithë situatën.
Nuk kam bajt inat dhe seder personale nuk kam dhe e përsëris çdo herë kam thënë. Inat e personale me një proces për cilin unë mendoj që është shumë i rëndësishëm. Jo për ne, për ato që do na trashëgojnë ne, për niprit dhe për stërmbesat e shqiptarëve, nuk mbaj, nuk më lejohet që ta bëj një gjë të tillë. Dhe prandaj në tentativa e fundit ishte e unitetit, diku në fillim të shtatorit. U lajmërova nëpërmjet sekretarit general të partisë, zotin Arben Taravari, që uniteti kërkon një takim. Dhe jemi ulur. Dhe çfarë diskutuam? Po me gjithë. Bashkë. Këta kërkonte uniteti. Dhe ulëm. Mes bisedave u fol që të nisim bashkëpunim edhe një tentativë për të bashkëpunuar gjithë bllokun opozitar jashtë parlamentar. Si çdo herë edhe atëherë janë përgjigj po, ne jemi dakord. I thash që unë s'kam dhe një komunikim tani më me Lëvizjen Besa, urdhno ju të unitetit folni me ta, ndërsa unë po flas me Vesel Mehmetin dhe me Fadil Zendelin, se akoma s'ki shku Fadil Zendeli dhe takohet, me idenë që ka një problem brenda, po këtë problem po jap unë kontributin që sa të mundem që të zgjidhet. Po, edhe çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? E lam që brenda 10 ditësh të takohemi gjithë liderët në një tryezë dhe në atë tryezë ne ta vendosim bëhemi bashk apo s'bëhemi bashk dhe e mbyllim të temë. Jam lajmëruar nga uniteti që këto të besës duhen që bisedimet i bëjnë veç e veç me çdo subjekt politik. Pa e marrë një teke të një subjekti që mendon që ata duhet bëjnë veç e veç. Dhe e kam pranuar, thash, okay, s'ka asnjë problem. Janë kriju komisionet, si kam taku vetë, ka qenë sekretari i partisë dhe nënkryetari i partisë nga ana jonë, dhe përfaqësues komisionin që e ka përmend Besa dhe janë takuar. Ne kemi folë për pikat generale të marrëveshjes tonë, të cilët i nënshkruajtëm dje. Domethënë një listat përbashkëta, platforme përbashkët, që ka aty mos hyrjen qeveri, atë që e përmendëm deri tani, dhe disa pika, janë 6 pika që i kemi atje, që është tu, për shembull, një ndër pikat është një trup koordinues që do të ndjek se si do funksionojë koalicioni, që është tu, mundi është tu ajo. Okej, edhe domethënë keni pas pikat. Dhe bisedat kanë qenë shumë rregull. Po. Pashka se u minu pak procesi me idenë që del, dëgjoni, duhet me u sjell serioz, unë kam pasur shumë kujdes ke ky proces. Unë nga 6 ose 8 muaj ka që janë zhvillime në RDK. Se ka marrë guximin që them që kryetari është Veseli ose Fadil Zendeli, sepse unë s'jam antar i RDK-s. Dhe Bilal Kasami ku e merr këtë drejt që sa po bëri një koalicion të dalë dhe thotë që RDK-ja është Fadil Zendeli. Kjo është jo serioze. Nga një lider. Kjo është përzierje. Jo, prit. Unë po them që të arrijë arsye. Nuk është kjo arsye. Arsye është jo korrektesa njëre para punës, sepse kur merresh vesh që do ulemi ne bashkë. Dhe një tentimi për minim u bë, se thonë do flasin një nga një me çdo subjekt politik dhe marrëveshja ishte heshtur e zi. Jashtë syve të opinionit derisa të arrijë marrëveshjen. Okej, dhe pastaj e bën shumë publike një takim që e bëri me Fadil Zendeli. Minon, unë po t'isha udhëhequr nga ideja për shkatru dhe për dobësu pozicionet e partnerëve që llogarisë që do i kem koalicion, nesër nuk nis duke i përça atë partnerë. Se tani po na del. Mendoni se Besa i ka përça? Po kështu po del tani, me që aq lehtë thotë që për mua kryetar është Fadil Zendeli. Unë nuk e di këtë. Dyshime ekzistojnë, po ky po e pranon. Me vetë faktin që thotë që kryetar është Fadil Zendeli, ky e pranon që kanë bërë përçarjen. Nuk e kam personale, po flas domethënë për procedurën. Dhe ky është momenti i parë dhe i dyti. Momentin që ne e lejmë, nuk e di tani ishte ditë martë, mërkur, që tulen komisionet për platformën, që ta bëjmë platformën e përbashkët, jo ato 10 pika që i nxorën, po platformën si dokument, dhe ne e bëm komisionin me njerë, dhe unë kam fut aty profesorit e Mazirin, si profesor që merret me sisteme politike dhe e kemi antartë KPS-s dhe antartë partisë, ka qenë Elmia Aziri edhe Alajdin Demiri në komision që do të flasim për platformën, me komisionin e Besës. Kemi prit 3-4 ditë nuk bënin komision dhe pastaj na kanë thënë, janë mesazhet, po s'është ideja për t'i bërë publike, gjitha. Janë që të shiftin që s'po gënjet, apo? Dhe pastaj na vjen neve aty që është bë komisioni dhe thot mbas konsultimeve me RDK. Ne kemi fut
edhe 2 antarë të RDK-s, 2 të besës, 2 të RDK-s. Këtu kërkojnë bisedime një, sy më sy, do më thënë subjekt me subjekt, dhe pastaj fusin subjekte tjera. Kjo është tërësisht jo serioze. Jo, ne ju përgjigjem ashtu si deshin ata. Se këto lojra zakonisht bëhet. Çfarë do të thotë kjo ashtu siç deshin? Ato deshin që mos bëhet bashkëpunimi. Dhe ju tha që Dhe ne ju tham, okay, me që ju mendoni që s'duhet bërë bashkëpunimi opozitar, s'ka problem, edhe ne nuk po ju përgjigjemi ftesës tuaj. Tash me që ne kemi prit 8 muaj që RDK-ja ta gjej gjuhën e përbashkët brenda për brenda. Atëherë pse unë duhet t'i përgjigjem ftesës së të një RDK-e të cilën unë jam munduar që ta bëj bashk. Dhe që duke më thënë mu sonte të mbajmë ledhet kryesisë qendrore dhe të tregoj nesër, ai nesër shkon takon dikën tjetër. Nuk jam kundër unë takimeve, le të bëhen takime, po kjo është jo korrekte. Dhe futja aty ishte me idenë që të prishet koalicioni, do më thonë ky plani për bashkëpunim opozitar. Këtë e vrejti edhe uniteti. Dhe shkaku sepse uniteti u bë kjo aleanca ndërmjet unitetit, LRPDSH-s dhe RDK-s Veselë Mehmetit, është se këtu u pa serioziteti i gjërave. Që për gjithçka që kemi biseduar, nuk kemi minuar, po kemi dhënë kontributin tonë. Okej, ju dëshironi të jeni bashkë, sipas juve Besa dëshiron të jetë vetëm. Po në qoftë se kështu i bie. Në luftën. Po kjo nëse kjo. Në qoftë se janë, s'ka gjë të keq. Këto copsat opozitës, a mendoni se mund të na gjejë edhe neve skenari i Malit të Zi, vetëm me një deputet? Jo as pak, ju lutem. Si do ta luftoni PD-in edhe PDSH-n? Unë i shoh që tani duhet të thënë këtë tjetër. Ne kemi krizë si shoqëri. Në përgjithësi. Dhe kur kemi politikan pashkolluar dhe që si mendojnë proceset, ashtu kemi edhe intelektual tjerë, të cilët shkojnë blejnë një diplom, edhe gazetarë të cilët dalin dhe flasin për ditë në opinione, duke na thënë një risit madhe se çfarë ndodhi në Malzi, të vetëdijshëm ndoshta për punën që e bëjnë, sepse ndoshta mund të paguhen për këtë gjë. Gazetar të... Përgjithësi po them, intelektual, nuk them, analist, po them përgjithësi. E tani, skenari i Malizzi nuk mund ndodhe kë shqiptarët. Edhe pse gjatë kohë bëhet beteja që të ndodhe, dini çfarë është duke ndodhur. Tema e debat e bashkëpunimit opozitar, mund t'i shihni deklaratat e mia me një televizion tjetër, unë kam qenë debat që kam thënë përpara një viti, që bashkëpunimi opozitar mbahet si debat për të dhënë shpresë të shqiptarët nga ana e partive qeverisë, dhe pastaj kanë aktorët e vetë që mos ndodhe kurrë, në mënyrë që qëllimi final të jetë zhgënjimi i qytetarit të thjesht shqiptar. Dhe në këtë situatë ai ose s'del të votojë, që arrihet qëllimi i pushtetit, apo ose po do të votojë siç ka votuar më herë. Ktu ka edhe një moment tjetër. Unë jam akuzuar nga shumë eksponent kundër bashkëpunimit opozitar, pse pas kam qenë unë. Me të padrejta, sot kërkojnë falje, që kanë gabu, që kanë orientuar shqiptarët nga BDI-ja, të nesërmen e gjen fajtorin. Thot Sela është fajtori për problemet tona. Tani e kuptoj pse. Sepse e pam që kishte nda mendje nga LSDM-ja. Dhe edhe ky moment duhet marrë shumë seriozisht te shqiptarët. Dhe ky është interes strategjik i përbashkët i LSDM-s dhe i VMR-s. Tu kanë pikë bashkimi. LSDM-ja gjithçka që bën këtë moment mundohet që të shfrytëzoj dëshpërimin momental që kanë shqiptarët ndaj BDI-s dhe PDSH-s me të drejtë, ndoshta, apo në mënyrë që ta shndrojë në përkrahje për veten, që edhe një herë t'i jap një goditje finale çështës shqiptare këtu në Maqedoni. Ku hym ne këtu? Po ne jemi ajo shpresa e re jashtë këtyre klisheve politike BDI dhe PDSH që kanë funksionuar deri tani me premtime direkt dhe pa u trembur edhe për strategjinë tonë të veprimit, që u japim shpesh shqiptarëve që të grumullohet të votë. Dhe prandaj kemi goditjet edhe nga këto eksponent, sepse ato deshin na fusin në revolucionin e larm. Nuk hym ne në revolucione të cilët, ku diu, njësoj si dikur vorba za sloboda, dhe rezultoi pastaj me një sistem 50 vite, i cili shtypi, vrau, burgosi, dhe sot e kësaj dite njësoj vazhdon dhe ne nuk mund besojmë të gjërat. Bëj apel shqiptarëve, le t'u besojnë përfaqësuesve të vetë politik, të tjerët nuk t'japin. Edhe po t'japin ta marrin. Nëse ka
kur jemi te thirrjet e Zaevit, nëse ka sërish, nëse hipotetikisht themi anulohet gjykata special, më falni, prokuroria speciale dhe Zaev tha që do të ketë tensione, ju a do të ishi kyçur në këto tensione, proteste? Ne kyçemi vetëm në agjendat të cilët kanë të bëjnë me shqiptarë. Po është PSP-ja. Flasim për prokuroria speciale publike e cila ka përgjime, 12% të përgjimeve janë të zbardhura. Mirë po, ata tjerat me gjas përmbajnë edhe bisedat cilat kanë të bëjnë me Partinë Shqiptare në pushtet. Do të ishi kyçur në këtë themi tension apo protest nëse eventualisht? Ne PSP-n jemi të gatshëm ta mbrojmë atje ku duhet mbrohet, po jo këtë PSP që kemi parë deri tani. Ju nuk i besoni PSP-s? Deri tani. Përse? Tash nuk është që na janë shteru shpresat, që nuk besojmë. Ne i besojmë PSP-s ke koncepti se si është krijuar PSP-ja. Por nga ana tjetër PSP-ja pati kohën që të zgjedh procesin e parë dhe të fundit montuar politik ke Maqedonesit, që është rasti i Lule Bashkovskit. Dhe sot e kësaj dite nuk ka kohën që zgjedh rastin e Sopotit, me drejt ndoshta, sepse BDI-ja dhe PDSH-ja nuk votuan edhe ligjin për dëshmitarët e mbrojtur. Dhe as të monsters, prandaj thash, nuk na ka shteru, nuk na ka shteru besimi. Por deri në moment unë nuk jam interesuar të ndërtojmë edhe një prokurori tjetër, qoftë kjo speciale le të quhet, e cila përsëri gjykimin e vet do të bëjmë mbi bazën e asaj, prit se ky është Maqedon dhe ta nxjerrim shpejt e shpejt për burgu, dhe këtë shqiptarin e pafajshëm që ka shkuar atje si ke përgjimi Sopotit, deri këtë moment, domethënë kur Gordana Jankullovska dhe Sasha Mjalkovi mbrojnë një proces montuar nga Verushevski që rrinte bashkë me Zoran Zaevin në protestat e fundit, apo? Dhe nuk e di kush ka qenë ministri i brendshëm atëri, ministri i punëve të brendshme. Dhe kur thot ky Gordana që janë pa faj ato, dhe kur thot Sasha po pse nuk lirohen, thot nuk është mirë për sistemin. Ne do marrim pjesë. Ne do marrim pjesë në ato protesta dhe revolucion të cilët godasin mbi këtë sistem. Në protesta që kanë për qëllim vetëm të ndrojnë një Nikola Gruevski me një Zoran Zaev, i cili përsëri thot që gjuha shqipe është e rregulluar atje me kushtetut, dhe pse në pazar mos fole shqip me shqiptar, dhe që nuk do t'japim kontributin ton që edhe një herë të zhgënjehen shqiptarët siç janë zhgënjyer historikisht. Bas 45-ës e këdhe. Mirë, flas për pengesat të cilat ja bëjnë PSP-s. Domethënë, nëse ligji nuk i votohet, nëse nuk ka dëshmitar të mbrojtur, atëherë mbase ka pengesa. Ne prandaj hym zgjedhje, dhe ne po e themi shumë publikisht, jo vetëm ndryshime ligji, po ne jemi të gatshëm që të votojmë edhe ndryshime kushtetuese, që gjykata speciale të jetë në kushtetut dhe asnjë subjekt politik mos ketë drejtën ta shantazhojë njëtën nëpërmjet gjykatës kushtetuese, që ne nuk e dimë deri në zgjedhjet e 11 dhjetorit, ato kanë drejt ta bëjnë antikushtetues atë ligj. Edhe bjen prokuroria speciale. Nga kemi nga publiku kishim një për si do zgjidhni statusin e ish luftarëve. Keni ndonjë strategji? Po natyrisht ka të bëjë me atë strategjinë, sepse unë kam vështirë që të flas për strategjinë veç e veç të çdo çështje kur e thash atë më të madhe. Domethënë, vetë fakti që ti nuk bëhesh pjesë e qeverisë dhe nis bisedon për tema reale në parlament dhe edhe në takime të tjera, duke unifikuar spektrin politik shqiptar dhe duke bërë një blok i cili nuk merret me ministra dhe me drejtori, por merret me ndryshime reale, generale që ka të bëjë kushtetuta dhe ligjet, ku hyn edhe drejtat e tyre. Statusi. Prandaj s'mund të flas një nga një kur po flasim ky është mekanizmi. Domethënë bllokim derisa nuk realizohen të gjithë ato që i kemi në platformë dhe çështja e luftarëve është. Jeni gatshëm ju personalisht të udhëhiqni një revolucion? E tha që po. Pse jo? Okej. Edhe pyetja e fundit, sepse vërtet kaluam kohën. Sa në të vërtet keni arritur ta përvetësoni antarësinë e PDSH-s? Domethënë, e dim që tani Menduthaçi po bën disa takime në fshatra në vende të ndryshme. Sa është më antarësia e juaj, sepse ju normal lidhni nga ajo parti? Unë për fillim kam thënë që fillimisht nëse do të ndodhte dorëheqja e Menduthaçit, besoni që shqiptarët tani do të ishin në një situatë shumë më të qartë politike dhe PDSH-ja nuk do merrej më me fotografi që monton për treguar masovitet, por PDSH-ja realisht do të ishte fituesja e radhës së zgjedhjeve të cilët vijnë.
dhe me kapriçot e një individi, do thonë e vuan jo vetëm PD-shtja, sepse PD-shtja për mua është formuar për të përfaqësuar me dinjitet popullin dhe jo për t'ju porulur liderit. Apo. Dhe nëse do të ishte shumë e qartë situata tani dhe s'do kishim gjithë këto subjekte politike që i kemi ne sot. Pra në fillim kur e nisëm të rrugën, ne kemi thënë që procesi i reformave brenda PD-s është reformë e shoqërisë shqiptare këtu në Maqedoni. Dhe ndodhi, këtë e kërkova. Nisëm për ditë prodhohen subjekte politike, se që unë shpesh pyes veten, nëse ne s'do i kërkonim dorëheqje Mendullçit dhe nuk do nisnim këtë punë që e nisëm, sa parti politike do ishim më sot? Besojmë që asnjë. Dhe këtu e keni përgjigjen se pse s'ndodh unifikimi i opozitës. Okej, dhe pastaj ndodhe fenomeni që keni arritur që ta merrni antarësinë e vërtet të PD-s? Ne vlerësojmë që mbi 70% e antarëve të PD-s janë antarë të Lëvizjes për Reforma, Partia Demokratike Shqiptare. Okej, mendoj që faleminderit. Dhe në kuadër ton ka edhe antarë të subjekteve tjera. Kemi qenë të hapur për gjithë. Për gjithë. Okej, zotëri Sela, faleminderit shumë për përgjigjet dhe për këtë intervistë. Faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar, këtu e përmbyllim intervistën e sotme. Vazhdoni të jeni me ne me Portalben. Natën e mirë.